Unë gjithmonë kam qenë e flakt për mi u bashkangjit ushtrisë lirimtare të Kosovës. Nana nuk ma dha dorën, se normal, si nanë, unë sot jam vetë nanë, edhe vajzën teme 18 vjeçare kisha mendu, edhe pse i kum eduku fëmijët e mi se sa herë që të rrezikohet shteti, secili do të me dhonë kontribut për shtetin e vetë. Ka qenë dita ma e mire e jetës teme, kur kam shku mu regjistru në shtap. Vajza e ti 17 vjeçare. Ajo t'u qajt me dit e natë, t'u qajt në zaj, jo me lot, unë du mu regjistru në Ushtrinë Lirimtare të Kosovës. Po prindrit e asaj nuk e kanë pas guximin me lanë. Paramendo që tash, me i marë organet zorë të një luftëtari, edhe me ashtin bark, edhe në veç me qitë fasha, ashtë sa kemi pas. Ajo zonë, si shpërshkruhet edhe në një dokumentar, ka qenë të meri i Serbisë. Qatë shumë luftime ka pas, sa që Sërbët e përshkrujnë që kanë përjetu të merë në luftimet e operacionit Shigjeta. Edhe shpesher në thejke me bacin, sa erë do një jo, në shkojmë edhe e vrajmë ka një shka. Ti ke mujt, mi do gju shkijet, që kur kanë pas qash luftimet të afërta, sa kur i kanë gjujt, kanë piskat olele majka. Mas luftës, një mujdet, kam qenë mbyllën me një dhomë. Kom pas dhomën kompleter, edhe veç e kom dëgju shkurt e fezën. Nuk kom pas dëshirë me pas kontakte me asnjë njeri. Shpesh herë mas luftës, kam mendu marrë dhe dete e keqja. Hiq nuk ju vike turp. Edhe sot, kemi shoqet luftës, që zgudzojnë e dalë në fotografi. Se thot, e din veç burri, për familja e burrit nuk e din. Imagjinone, edhe sot, sa po bisedoj me juve, ndodh kjo. E kjo të vret ma shumë se gjithë shka. Kur unë e kam taku burrin tim, i kam thonë kështu. Krejt shka du prej ti është liria. Nuk ka rëndësi sa pasuniki. Nuk ka rëndësi çfarë sfida na sjell jeta. Unë kam luftu për liri. Edhe nuk të lejoj me ma burgos lirin. Apo vini thash të shtëpia jeme, a besoni thash e marrë kallashin se i kishim e lartë. Tash edhe krejtve kam i vra. Unë mendoj se ato burra që nuk i tregojnë, nuk i lejojnë gratë e veta me tregu që janë veterane, ata turpnohen për vetës që nuk e kanë pas guximin me shku në luftë. Edhe turpnohen me thonë që gruën e kom pas në luftë. Deri në ditën e vdekjes, sa herë t'i shbon luftë për vendin tem, unë e kisha marrë pjesë. As nuk diskutohet. Unë jam Ramize Sinona Ishala, veterane e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Tani jam e martuar, kam 3 fëmijë. Në moshën 18 vjeçare, jam bërë pjesë e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Për t'ju bashkangjitur kësaj nisme, jam frymzuar nga familja ime, ku shtëpia ime ka qenë qerdhe e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Në kohën kur luftëtarët e lirisë bartnin armë, vinin dhe u strehonin në shtëpinë tonë. Aty lindi atë dashuria ime. Por ndjenja më e madhe për t'ju bashkangjitur Ushtrisë Lirimtare të Kosovës u rrit në momentin kur ushtria serbe erdhë dhe u pozicionun mbi fshatin ton, mbi shtëpinë time. Ato bënin provokime shumë të mëdha. Shpesher vinin në shtëpinë tonë dhe kërkonin ujë.
Unë isha shumë e re, ishim 6 motra, dhe kishim frikë me thonë të drejten, se si e dim, ato për u deshin, mershin drogë, edhe kishim frikë prej atyne se çka ka me ndodhë. Kur një ditë erdhi një oficer me kërku ujë. Edhe ishte e amatosur deri në dhomë. Na kishim edhe fëmijë dhe realisht ata u frigonin prej fëmijëve, prej atij armatimi se s'kishim pa ndonjëherë ndonjë oficer ose ushtar të armatosur. Kur dola mi dhon ujë, ishte një rom përkthyesi i atyne serbëve, sepse unë nuk e dija gjuhën serbe. Edhe një ditë i thash, nëse ju doni me marr ujë, ju duhet me ardhi pa armatosur. Kur erdhi ditën tjetër, erdhi pa armatosur, edhe kishte një shishe për me mush me ujë, pa ajo shisha ishte mshel kapaki i asaj shishës. Edhe unë e pitam, a mundesh thash me ma hek qët kapak se nuk po mundem me mush ujë. Edhe e kish pas një pistolet që të mrapa, e mor pistoletën edhe i mshoj pistoletës. Me pistolet për me liru kapakin. Edhe i thash, a pishini thash sa të pabes jeni jo. A thash ma ardhi pa armatosën. Thash apo frigosh prej meje, unë thash jam e pa armatosën. Thash unë thash ma ardhi pa armë për arsye se fëmija po frigohen. Edhe i thojke se na kemi ardhur këtu mi urujt juve. Se janë terrorist, se UÇK-n e quajshin terrorist, edhe na jemi këtu për me ju rujt juve. Unë i thash, jo, thash nuk është e vërtet, ata nuk janë terrorist, ata janë vllaznit tonë, ata na mbrojneve. A i romi përkthys që ishte, më thojke, a mundë mos me ja përkthy se nuk e dish ti se çka mundet me gjetë. Unë as vetë nuk e di çfarë guximi kum pas. Thash jo, ti kime thonë çështu që shpo të thamone, ti kime përkthy çështu që shpo të thamone. Kemi pas krejt fshatin e rrethun me ushtrinë serbe. Edhe tash imagjinoni një fshat shumë i vogël. Me pas gjithat ushtri, na natën, i nalshim të gjitha dritat, edhe vendoshim plafa në dritare, në mënyrë që mos me pas mundësi mu duk asnjë dritë, se kemi qenë shumë të rrezikun. Se shumë afër shtëpisë kanë qenë ushtria e pozicionuar e servisë. Kur një ditën, u vendos që krejt fshati mi largu femnat, se kishim shumë frikë, se një ushtri e tanë ishte në fshatin tonë të vogël, edhe e dishim se mundet me na ndodhë një katastrofë. Edhe u largun krejt femnat, veç gratë edhe meshkujt që ndrum të shtëpi. Babi dashti me më largu edhe mu, edhe unë i thash babit, nëse ti ki me më qu mu, unë e kam u këthy, edhe po të premtoj që prej Prizrenit, ka me ardhë në kam. Unë nuk du me shku. Edhe e pa babi që unë nuk du me shku, edhe nejta në shtëpi. Mas një javë 10 dite, në erdhë urdhri me nshu fshatin. Krejt familjen e kishim në qytet. Krejt që ka ishim në përshpia, ishim veç krye familjartë. Nana, babi, agja, gruja agjës, do me thonë veç që ta krye familjartë. Kemi pas një telefon me satelit, i lajmërum atyne që na po shkojna në Shqipni, edhe kur doni që t'ju jepet mundësia me ardhë edhe familjarë tjerë në Shqipni. Ala pa dal na prej fshatit tonë, veç fshatit Dobrusht, i dol flaka. Na dhanë 30 minuta kohë për me ikë prej fshatit. Unë gjithmonë kam qenë e flakt për me u bashkangjit ushtrisë lirimtare të Kosovës. Mirë po, erdhë momenti kur ju bashkangjita. Shkum në Shqipni, erdhë familja. Edhe i thash babit, momentin që nëra u bashkangjit familja, thash babit, unë e du me shku në luftë. Edhe nana më tha, qysh tha, apo më lash vetë?
Jo, thash, nuk po të la vetë. Realisht nuk e lisha vetë se u këthi krejt familja. Unë nuk e lash vetë në Kosovë, se ishin gjithë në qytet e unë e i najta në shpi. Babi tha, po ve dhe unë edhe djali Agjës. Na shkum të tretë. Nona nuk ma dha dorën. Se normal, si nanë, unë sot jam vetë nanë, edhe vajzën te me 18 vjeqare kisha mendu. Edhe pse i ku me eduku fëmijët e mi se sa herë që të rrezikohet shteti, secili do të me dhonë kontribut për shtetin e vetë. Ka qenë dita ma e mire e jetës teme, kër kam shku mu regjistru në shtap. Aty e pash edhe u gëzova edhe ma shumë se pash edhe vajza tjera. U regjistrova, erdhë koha, e visha uniformën, edhe neve si femra, na qitshin kuks për me mbledh me shkuj vullnetar. Që na sa të reja, sa të vogla me qenë inspirim për me shkujt se hezitojshin. Unë nuk i fajsoj, se kanë pas frikë. Nuk ka që se kanë dash atë dhejun. Po, unë e mendoj se patriotat lindin, nuk bahën. Kur dola në kuks, me uniformë më pa Agja. Edhe më tha, Agja, reshiti Agja madh, edhe më tha, o, qika Agja, sa mirë po të rika uniforma dhe filloj me qajt. Ndërko, pe takoj edhe një katunar timin. Baci Nasof. Moment që sa herë ta tregojmë rënqefët të trupi. Vajza e ti 17 vjeqare. Është mbyllë me një dhomë në kuks, është mbyllë me qilës, edhe kërkush nuk mundet me besu për posë meje, që dejsa kum shku unë ajo të qajtë me dit e natë, të qajtë në zaj, jo me latë, unë du mu regjistru në Ushtrinë Qlirimtare të Kosovës. Po prindrit e asaj nuk e kanë pas guximin me lanë. Kërë më takoj baba vetë në rrugë, tha, o, tha qika Agjës, sa e mirë ka ke ba. Tha jeta, se jetë mire, emrin e qika, mu kam shilë, tha me Agjën dhomë. Mere tha adresën edhe shko mere jetën, edhe bashko në bashkë. Mora adresën, isha bashkë me një luftëtare timen. Shkum, ku shkum në shpi, dul nona e jetës. Edhe hajde Ramize, thash ku marrë me marrë jetën. Ajo habit, unë me uniform isha. Thash më ka qulla Nasof me marrë jetën. Ka shku nona vetë pi troket në derë. Për thot, hajde dilë se Ramizja ka arme të marrë. Ajo po pisket. Jo, ju jeni të mrejt me ju qelë unë e derën. Së nuk e me imaginum që. Kër këm shku në deri, këm trokit, e ka qelë derën, edhe më ka kësyn qafë, kër më ka pa me uniform, më ka kësyn qafë, edhe u bashkan gjitë edhe aja me neve. Fillimisht e kemi bo stërvitjet, jemi mësu me gjujt me armë. Shumë të reja ishim. Shumë të reja. Na kemi shku, edhe nëse nuk mundemi me vra kërkan, të paktën me ja ofru municionin, të paktën me lidh një plagë, se na nuk e dishim çka është lufta, na nuk kemi qenë ushtri e rregullt. Edhe aq më shumë, na e dishim kënë e kemi e përbat. Na kishim një ori mbi ushtrinë e ish Jugoslavisë, e dishim sa e fuqishme është. Na nga të atyne kemi qenë hiq, po e kemi pas zemrën shumë të fortë. U regjistrum, shkum në luftë, erdhë koha me shku në front. Vjen shumë keq, babi jem ka qenë kuzhinier i ushtrisë lirimtare të Kosovës, edhe të nisë për rrugës në front, dikush nga mërgata na ka fotografu, edhe është fotografia që mas shumë ti më prejkë. Sot e vuj mas shumë ti se atëherë jam konë krenare, kur gjo nuk më ka duke rëndësishme për pos pushkës edhe frontit. Se është e shpreja që thënë,
për atë dheun, për dashurinë e japish jetën, për atë dheun e japish edhe dashurinë. E kjo ka qenë ajo të na. Babi ju përshëndet, u nisëm luft, hypëm me një pizgawer, me kangë. Besoni, gjatë frontit, po shkojmë me kangë, plot ushtar, plot ushtare, krejt vullnet, krejt dashni për venin, se Serbia menoj që neve po na dopson që po na çon Shqipni. Nuk e ka mëndu që në momentin që na kena me shku dalë në Shqipni, kena mu këthy ma të fuqishëm në Kosovë. Se krejt që ka bon na shku mu veshëm e armatosëm edhe po kthejna prapë në vendin tonë. Ditët ma të rëndësishme, ma të fështira, dita ma rëndësishme kisha dasht me cik, ka qenë 31 maj. Ku është kanë një beti që edhe në për filma nuk ka mujt me pas njëherë. Qasi beti e fuqishme që ka qenë. Aty kanë ratë disa dëshmorë. Në zonën e Pashtrikut në operacionin Shigjeta. Ka marrë pjesë, dhe më thonë, zonën e Pashtrikut në operacionin Shigjeta. Kur ka fillu lufta, për herë të parë në jetën teme, kum pa kufom. Për herë të parë në jetën teme, kum pa gjak. Atëre jam konë shumë e fort, po sot di vuj pasoja. Sot ende nuk muj me pa gjak, sepse durti këm pas komplet me gjak, edhe nuk kemi pas asë një gjami pastru edhe Allah e një atë aromën e gjakut në front që e këm pas. Që i kemi mjeku bashkë luftar tonë. Du mi përmend disa raste që i këm përjetu. Unë nuk kam qenë e vetme, unë thash që i këm pas edhe 4 shoqe që kanë qenë 17 vjeqare. Po unë sot, po du mi të regu përjetimet e mija, se dhe ata kanë përjetu njejt, nuk du me dalë që veç unë këm ba. Kanë qenë bashkë me shoqe edhe me shok. Po du me të regu idealin e luftës. Qatë shumë predha ka pas, sa që një dëbike, kur ti u shtreshe, se na u stërvitëm për me ditë se si më mbrojt, kur ti u shtreshe një predh dëbike para kokës që të mbulejke me dhe, dhe një dëbike të kom që të mbulejke me dhe. Edhe unë e thamë, më mdhimet pse nuk na vlerësen neve që jemi gjallë. Na rastisht jemi gjallë. Jo pse s'kemi mujtë me vdek. Zoti na ka shpëtu, se ne jemi kanë në mesin e që atyne dëshmorëve që janë sot. Idealin luft, atë që madh ka qenë, sa kur ti shkojshe me ndimu një veteran, a i thejke, shko të tjetri se e është maron se une, mle mu. Imagjinoje qëfar ideali keme pas. Jemi konë në gjendje për njëni tjetrin me dhon jetën, me dhon gjithë shka. Ma për pare ke mujtë mu vra vetë, se sa me lon një shoktanin. Se cili, jo veçun, se cili prej veteranve, se cili prej luftëtarve. Është një rast, jetoni, mbi emri s'po më kujtohet, kur është plagos, predha ja kish prej komplet barkin, edhe kish ra për mbys. Po, e çuditshme nuk e ka humbë dijen. Kum shku une me disa luftëtare, bashkë luftëtaret mijat, me i dhanë ndim. Paramendo që tash, me i marë organet zorë të një luftëtari, edhe me ashtin bark, edhe në veç me të qitë fasha, ashtë sa kemi pas. 18-17 vjeqare kanë qenë ato qikat, ka qenë edhe Ili Rakaj, mjeku i cili sot është invalid 100%. Ja lidhën plagën, e marrën për me tërhek. Unë e pëtham aty në kolegeve, po shkojmë pëndimën, nuk besojsha që ka me shpëtua ideal, si tu e pa, çfarë plagë ka, shpresat për mu ishin shumë të vogla se ka me jetua ideal. Edhe pëtham aty, na e lidhën plagën, dërgëne, hajde po shkojmë të tjerët.
sa i kemi kthy kokën, mjekun e kemi pas me veti, ndoshta 1 metër, 2 metër, hiq më shumë. Kur e kemi pa, na është plagos mjeku. Ka ra predha qëtu në kokë, kishmet në gjonjë. Edhe ajo gjagderdhja që ka fillu, që madhe o kanë, sa që edhe na tash metëm pa mjek. Çka me ba pa mjek? Rasti i Ilirit më prek edhe sot, edhe deri sa të vdes. Se sot, në ditët e sodit, mjekët kanë arrit shumë profesionin atyne. Ilir Rashkaj ka met anash, si prej shtetit, si prej shoqni, si prej gjithve. Sot Ilir Rakaj, më falni se Rashkaj po tham, sot Ilir Rakaj është veteran, invalid i luftës, nuk mundet me fol, e ka një pak që as barnat nuk mundet me ambulu, edhe gjithmonë e kam si një dëshmor të gjallë kur e shoh Ilirin. Po du me dalë të jetoni, kur Zoti thot me jetu, jetoni shpëtoj, sado që na nuk kishim shpresë. Na kishim shpresë se jetoni ka me jetu. Po jetoni sot do shëndash, ka fëmijë, e vazhdon jetën normal si kur na. Kishte shumë të plagosën. Erdh koha me ardh NATO, me na ndihmu NATO. Kemi rujt, kemi ba roje, edhe na femnat kemi ba roje. Unë kur nuk muj me harru atë moment kur ka hy NATO. Atë gëzim se pe dimo që po qlirohemi. Erdh NATO, u shlirum, tash du me tregu një rast për Benin, një rast tjetër. E dishim që krejt veni komplet është i minun. Po du me lidh të ideali i shokëve të luftës. Benin po thot, e kanë njoft atë pjesën e Hasit, se ka qenë i Hasit, Arben Rashkaj. Po thot, po ba miren, ishte komandanti Rushdi Saramati, një burr që ka një ideal të fort. Une po dal i pari se një terenin edhe ka pas ma shumë eksperiencë, Beni, edhe ju i ndjek një fërkemat e mi, që mos me ran mina. Beni po jesë 200-300 metrë para neve, na pëndjekim fërkemin e Benit. Veç e dim që Beni ka thonë, mos hajdi se unë e rash në mina. Na kemi qenë, peshojmë. Beni ram mina, e humbi kamën, nuk mundi me imagjinu sa ushtari ka ngajt me shpëtu Benin. Tu e ditë se se cili prej tyne mundet me gjetë fati i Benit. Kanë shku, Beni nuk e ka humbë vedijen, thike mos hajdi, piskat ke mos hajdi. Po du me lidh, ku mbeta ideal. Ku mbeta ideal i sotit. Kur jemi konë në gjendje bre, se cili me vdek para tjetrit, jo shoki që une po dal, jo për mu ba hera, po se e ke dash tjetrin ma shumë se vetën. Se jo mu ba hera, nuk e kemi ba ato që une të vdes edhe të bona heroin, po e ke dash shokin ma shumë se vetë vetën. E sot fatkeqësisht, nuk jemi të njëjtë. M'jen keq që nuk e kemi qatë dashni. Unë kam pas intervista edhe tjera. Edhe shumë më vjen interesant kur ma bëjnë pyetjen, a kishe shku prap? Kur unë kam shku 18 vjeçare. Edhe kur unë sot e di çka është liria. Jo une, po se cili njeri e kisha marrë në luftë, se sot nuk muj ma me duru në robnin, se sot e di shija e lirisë. Shpesher na veteranet ngurojmë me i thonë disa të vërteta, se
gjana që i kemi përjetu në luft. Unë jam mundu mi shkrujt. Beso që nuk mundesh, nuk ka fjalë që ti mundesh mi përshkru përjetimet e tua. Unë e ka rast kur mas 24 vjetë jam taku me shoqet luftës. Ka qenë e njëjta ndjenjë, e njëjta dashni, të njëjtat emocione. Se ajo e kupton, se ajo e ka bashkjetu që ato bashkë me ty. Edhe çdo gjë që ka ti i thuj asaj, ajo e beson se ka qenë me ty. A kur unë sot i tregoj të tjerve, ata mendojnë se unë e po trilloj, nuk e kuptojnë, sa do që ndoshta një 5% e tregojmë të asaj që ka na i kemi përjetu. Po prap ju duket aty nëse na po i zbukurojmë gjanat. Edhe nuk mundën me kuptu ato që ka i kemi përjetu na. Në atë bete ka pas edhe shumë qika. Kërkoj ndjes disave që nuk më kujtohen sot se kanë kalu 26 vjetë edhe kanë qenë prej gjithë Kosovës edhe nuk më pas mundësi mi taku, po ata që po më kujtohen për i thamë, Shajndere Selmani, Emine Kollukaj, Fatmire Dedari, Hikmete Shala, e plot tjera, po kërkoj ndjes që nuk më kujtohen emrat, se mande jemi ndana në operacionin Shingjetaj, jemi ndana në disa pjesë. Ajo zonë, si shpërshkruhet edhe në një dokumentar, ka qenë të meri i Serbisë. Qatë shumë luftime ka pas, sa që Sërbët e përshkrujnë që kanë përjetu të merë në luftimet e operacionit Shijgjeta. Më ndu me folë pak edhe për komandantin në Rushdi Saramati, që dikujna mundet më ju duk shumë interesante. Ka pas një snajperk shumë të madhe. Edhe shpesher në thejke me bacin, sa erdo një ju, në shkojmë edhe vrajmë ka një shka. Unë e kam një fotografi me atë snajper që është ma e madhe se une. Besonin qofë se isha matë me atë snajper, është ma e madhe se une. Edhe du me falenderu për krejtat kujdes që na ka ba, na ka këqyrë si qikat e veta. Shpesher, na dojshim me shku edhe në vijen e parë, aty ku është taman vllazni tonë, ku janë të luftu, me qenë se një qik, e ka thy urdhrin e ka marrë pjesë baraz me meshkujt. Në vijen e parë të frontit, kur ti ke mujt, mi dëgju shkijet. Që kur kanë pas qasht luftimet të afërta, sa kur i kanë gjujt, kanë piskat olele majka. Dhe me thonë, qatë që ka qenë afër ballafaqime me shkijet. E Rushdi Saramati, një burë që prej viteve shumë të hershme, nuk po më kujtohet viti saksisht, është marrë me këtë veprimtari. Pa të vra 2 Serb, politë Serb, ka shku në Shqipni, edhe nuk është kthy ma. Ka marrë familjen ka ikë, për arsye se nëse kishnete në Kosovë, dijet që e kishin vra, e kishin myt, a i ka qenë në gjendje me mobilizu një ushtri të tanë. Krejt që kjo ushtri që është mobilizu për operacionin Shijgjeta, është ba mobilizimi prej komandantit Rushdi Saramati. Kur kemi fillu me shku në front, disa kanë shku në Koshare, disa kanë shku në Pashtrik, edhe babi mu po më thot, tha, koka një qike jemja, Leonora, mbi emri nuk po më kujtohet, ajo ka qenë me të fejumin, ta shështogere në FSK, edhe babi po më thot, apo shkojsh tha me këtë qike në këti shokit, ajo në Koshare ka marrë pjesë. Edhe, unë thash po, Kosova ka në të gjithve, nuk i kemi ditë, veç me shku në front neve na ka interesu. Edhe erdhe e Nazim, unë po bona gati me shku për Koshare. Erdhe e Nazim, një burë që sot nuk është në jetë, ka ndru jetë mas luftës, po e kom pas si prind
të dytë, edhe pythot babit, ku pe qesh qikën? Babi pythot, qelle qkoj me Leonorën se kam shoqe. Jo, tha, deri sot tha kjo është qika jote. Sot e mas ka më kanë qika jeme. Na tha kemi me shku në zonën e Pashtrikut, për arsye se teritorin e njoj ma mirë. Jo pse do ishim munda, po teritorin e njoj ma mirë. Dhe në zim, u ka një njeri që të ka dit me të mbrojt për çdo situate. E ka ditë si na jemi treja dhe jemi të padjallëzune. Ka ditë me të mësu si një prind me tregu çka është rreziku për luftë, çka janë pasojat për luftë, sa na kemi fuqi pavarësisht të dëshirës. Tash unë du me tregu edhe një histori që po më kujtohet momentalisht. Ishte natë edhe po nisna për në front. Edhe jemi bon ren, komplet. Po thëjnë, tjerët ishin veç në vit parë, po na si për forcim po shkojmë. Po thëjnë, po kërkohet armatim, fishek. Edhe tash për me qu fishek për pos barës që e kishim na. Komplet çantën e krejtat, qaforën e krejt, tash me marrë edhe fishek për me qu luftëtarve. Edhe kur edhe na s'kishim rez, s'do ishim u dërzu, po fuqia e një femnës 18 vjeçare me një burr zhvillu me forcë mbi 40, nuk mundet mu krahasu. Edhe kur ishte natë, ata nuk na shishin, a jemi femna, a jemi meshkuj, se me kapoq, flokët e shkurta, nuk u disha je femën, a je mashkull. Edhe që ashtu jemi trajtu, nuk jemi trajtu, s'do ishe me na thonë neve që ju jeni femna. Na do ke ofendim me na thonë që ju jeni femna, do ishim u trajtu të barabarta. Edhe kur erdha neve me na i dhonë atë municionin me bajt, kanë qenë do arka, po gogja, ndoshta një, disa kile ka mujt me pas një ark. Nuk muj me përcaktu. Edhe une nuk mujta me thonë drejtën, ma qatë barë me bajtë, unë pëjabaj, qik jam, s'muj me bajtë, që në Malti nuk ishe në rrugë, ishe në Maltë, në Pashtrik, kushin je malet e Pashtrikut, e din se qka është. Janë përjetime, ka dhe përjetimet mira dhe në luftë. Mirë po, unë e thamë sëtë, është e çuditshme, pse nuk trajtohemi njëjtë. Qatë shumë na kanë nderu, qatë shumë na kanë respektu ato djemë, sa gjithçka në kanë gjendje gjithçka me ba. Po fatkeqësisht, tash du me donë të mas lufta pak, u shliru veni, sigurisht na si treja kemi pësu dhe trauma. Unë e di që mas luftës, një mujdet, kam qenë mbyllur me një dhomë. Kom pas dhomën kompleter, edhe veç e kom dëgju shkurt e fezën. Nuk kom pas dëshirë me pas kontakte me asnjë njeri. Në luftë, na kanë trajtu ti për mirë, meshkujt, si kur me qenë një gjinie krejt, s'ka pas dalim. Mirë po, mas luftës, jemi paragjiku shumë na si femna. Edhe ajo ishte lufta e dytë, se për pos që ti e përjetove një traumë prej dhimbjes të atyne dëshmorve që kanë ra. Në atë betejë kanë ra Shpend Berisha, Selver Maçkaj, Beran Gashi, Sali Saramati, e ka pas shumë tjerë që janë plagos. Mas luftës sigurisht që nuk kemi pas as psikolog. Na nuk ishim shteti i shkatrum, si ishim shtet. Për me mu kthy një jetë, erdhë një generali NATO-s, i Kforit, Gjerman. E kishë gjetë një kufum të një fëmis, edhe ka ardhë me varros në fshatin tonë. Se agja jem ka qenë kryetari i fshatit, ka ardhë me pyeta mundemi me varros qatë fëmi, kanë gjetë një kufum.
Edhe gjatë bisedës, Agja e ka tregu se kemi pas një qik në luftë. Edhe ai insistoi me m'pa. Edhe unë u takova, mas shumë hezitimeve u takova me ta. Edhe në momentin që ai më ka pa mu, e ka vrejt gjendjen psikologjike temën. Edhe tha, ti tha duhet me të punësu. Unë me çdo kusht, thësha nuk kam shkollë, realisht nuk isha shkollë, se mas luftës 18 vjeçare, unë kom jetu me një fshat, ku s'kemi pas qarkullim, transport, me qka me shku. Edhe shkollën e mesme, nuk ku mujt me kry se o dasht me shku, ose me banu, edhe pse pavarësisht që qyteti me fshatin tem 15 km i ka pas. Po pavarësisht asaj, nuk kemi mujt më shkollu. Unë i thësha nuk kam shkollë, i thësha që nuk e di gjuhën, shumë arsyetime. Ai ma mundsoi që me ardh dikush me marr, edhe me më kthy në shtëpi. Me thonë ai që ka pa gjendjen të rëndune të psikologjisë teme, se që me çdo kusht më ka punësu me një organizat, oje që kanë qenë për para, 6 muaj ditë kom punu qatë organizat. Edhe unë gjithmonë jam falenderuese prej shpirtit se ai ma ka shpëtir jetën, ai më ka nxjerr prej asaj bote tërë që e kom pas brenda vetës. Sepse shpesh herë mas luftës kam mendu marrë dhe dite e keqja. Kur unë e thash se për herë të parë kom pa kufoma, kur unë e thash që edhe sot dhe mas 26 vjete kam frikë prej gjakut, unë kur marr ushqim e bon në shtëpi, e la mishin në ujë për mos me pa gjakun. Ajo traumende është brenda meje, brenda shpirtit tonë. Edhe ndoshta, në atë kohë, unë e ku mendu se nuk duhet me jetu ma. Se tash po e përjetojmë ma shumë mvrajtje, sepse populli jonë nuk pe kupton idealin ton, e paragjykimet që na u bashin neve. Unë kam shoqet luftës që për shkak të paragjykimeve nuk janë martu. Na kemi pas ideal. Edhe populli jonë nuk ka qenë gjendje me kuptu ato. Unë kam shoqet luftës që ende i rënkojnë plagët. E në atë kohë, që kjo ka qenë ajo që më ka vra mas shumëti, edhe ndoshta më ka shty që me mendu edhe më vetë vra, me bon vetë vrasje. Unë e thashë, nuk e kanë kuptu se na kemi shku për me çliru vendin. Ata neve na kanë kuptu se na kemi shku me gjitë një djalë, me ban, se s'na shek kërkush atje. Edhe direkt na kanë thonë, edhe na kanë thonë, edhe hiç nuk ju vin ke turp. Edhe sot kemi shoqet luftës, që zguxojnë me dalë në fotografi. Se thot, e din veç burri, për familja e burrit nuk e din. Imagjinone, edhe sot, sa po bisedoj me juve, ndodh kjo. E kjo të vret ma shumë se gjithë shka. Kjo është ma e ranë se me ka pushkën me dalë në front. Jo të gjitha shoqet e mia e kanë pas fatin tim. Kur unë e kam taku burrin tim, i kam thonë kështu. Krejt çka du prej ti është liria. Nuk ka rëndësi sa pasuniki, nuk ka rëndësi çfarë sfida na sjell jeta. Unë kam luftu për liri, edhe nuk të lejoj me ma burgos lirin. E ka shumë femra
që mas luftës ju ka burgos liria. Për shumë arsye janë detyru me pas robnin mas luftës, sepse nuk trashëgon pasunit e baba, nuk trashëgon pasunit e burri. Ku me shku? Çka me ba? Shteti s'na ka përkra. Ose mu myt, ose me dal në rrugë. E për atë punë ata janë dasht me hesht. Për atë punë janë dasht me hesht. Mas luftës, po du me dal të paragjykimi, vllahun e kisha të vogël. Nona i thash, shko blej diçka në Shqitori, që aty, te fshati jo. Ka shku vllahu me blej diçka, edhe ka pas shumë burra. Nuk e di çka i ka dëgju të folë për mu. Edhe kur erdh, tu qajt në zan vllahu. Në zan po qanë, fëmija i ka pas 6 vjeç 7, s'po di sa vjet i ka pas. Edhe na pi thënë, nona ka dalë, unë në dhomë, nuk e disha. Pi thot, çka ka, po me ndonë se na në fshat ju kanë turna i qenë. Ka diçka. Aje pi thot, po dënes fëmija, pi thot, krejt katuni po folë për Ramizën. Se vllai i vogël, ju e dini që te shqiptarët, motra është pike dopt për vllajin. Edhe mu qatë shumë më preki kjo pjesë e vllaut, edhe kam shku në Shqitore vetë. Babi ishte në punë, edhe i kum thirr ata katunart e mi, kush ka qenë ty në Shqitore, edhe i thash, apo vini thash të shtëpia jeme, a beson i thash, e marrë kallashin, se i kishim e lartë, thash edhe krejtve kam i u vra. Besoni, qështu i thash? Erdhen të shtëpia, thash, a moni me më tregu çka kum bo une? E mi konë bashkë po. Çka kum bo une? Njoni, jo. Thash edhe njëherë nëse dëgjoj që fol diçka dikush për mu, besoni që me dorën teme kam ju vra. Sa dhe atëherë, kur nuk kam ni kur gjanë për vetën. Dhe më thonë, këta janë ata paragjykime. Ta kanë lëndu nanën, se nana nuk më ka pa që a kum bane në luft. Ta kanë lëndu vllajin, ta kanë lëndu babën. Realisht unë e thash, kemi qenë vllazën e motra, trajtimin e kemi pas të barabartë, po mas luftës ka qenë periudha ma e ranë për neve femnat. Unë mendoj se ato burra që nuk i tregojnë, nuk i lejojnë gratë e veta me tregu që janë veterane, ata turpnohen për vetës që nuk e kanë pas guximin me shku në luftë. Edhe turpnohen me thonë që gruën e kom pas në luftë. Se nuk kanë arsye tjetër. Asa i përket pjesës tjetër, a kisha shku në luftë, deri në ditën e vdekjes, sa herë t'i shban luftë për venin tem, unë e kisha marrë pjesë. As nuk diskutohet. Unë e thash edhe ma herët, tash që e shijoj lirin, ma përpara e shoh vdekjen, se sa me ma marrë liri. Edhe nuk duhet kur kërkush me ma ba këtë pyetje. Ashtu është pyetje që për mu nuk ka sens. Po, e kam një fotografi me shoqet e mia në ditën e çlirimit, ku na i hekëm armët, i lam me një vend, po veç njëna e majti armën. Edhe na pëthojna, hajde pe bajna një fotografi se u çliru venja. 8-4 jemi të kesh. On Shajnderi, Fatmirja, Jeta edhe unë jemi në atë fotografi. Është një fotografi shumë e bukur, me thonë drejtën se shumë pyetje mu kanë ba, qysh keni ba ju fotografi në luftë? Na kemi pas një gazetar spanjol, Emanuel, e ka pas emrin. Edhe që tash vitin e kalune kum taku ka ardha i preti, për opinionin për ju të regoj se në front ka qenë me neve Emanueli. Emanueli ka fotografu. Se nësë s'kemi pas bre s'kemi pas aparata në atë kohë të luftës.
Mirë po është Emanueli që na ka fotografu edhe ja ka çu komandantit fotografinë edhe janë shpërnda. Që kjo është ajo arsyeja që kemi dhënë fotografi. Jo pse kemi shku na mu reklamu atje. E dita e çlirimit është kanë dita që s'di ke le për s'dyti. Se na kemi shku me luftu. Po na kemi ditë që vështire kemi, gjasat kanë qenë 0% për mu këty gjallë. Se na kemi qenë amator, 2 javë ditë ke bos tërvitje ke shku në luft. E Serbia ka qenë super fuqi. Ta shti nuk mundesh me pas bindjen që une ka mu këthyje gjallë. Se kur e ke ditë kën e ki për para ti nuk ke mujt me s'ka egzistua i mendim. E që kjo është që a i vullneti për me marë pjesë në luft direkt në front edhe me ditë se ki me dek, nuk e di bërmo se qysh duhet me na të shmu neve. Nuk e di ma ka në arsye tjetër. Po shkojsh drejt vdekjes për me ra për atë dhej. Unë nuk di ma ka diçka ma shumë se me dhonë jetën. Nuk di ma ka ma shumë kontribut. Se nëse kish pas për besë edhe qatë tjetërën e kishim ba. Nëse kish pas për besë, po të betona që edhe qato e kishna pas. Edhe nëse i shkon ma e ranë se vdekja. Po vetëm me shliru venin. Kjo ka qenë. Tahir Sinanin e kom njoft si një burr shumë trem. Gjatë luftës, kur kam qenë front, nuk kam pas rastin me pa. Direkt, ndoshta ka mujt, kur e kemi dhënë betimin e flamurit, ka mujt me qenë aty, si ne jemi kanë diku 3-4 ushtarë kur e kemi bë betimin e flamurit. Mirë po direkt nuk e kum taku. A pas luftës, kum pas rastin me taku, bile më thëjke, hej Ramize, unë Sinani, ti Sinanaj, hajde kryesh Akademinë Ushtarake në Tiranë, thëjke, unë e të majtë, shpia jeme. Ka qenë një njeri shumë pozitiv, një njeri me zemër shumë të madhe. Edhe unë jam shumë nderune që shtatorja e Tahir Sinanit sot është në qytetin historik të Prizrenit. Edhe sot, kur gjeneratat e reja që vinë, e kur dalin në atë park, se cili prej fëmijëve duhet me ditë kush është Tahir Sinani, edhe duhet me ditë çka ka bë Tahir Sinani për Kosovën. Kur është shpall pavarësia e Kosovës, unë djali im e ka pas 3 muaj. Edhe ka qenë ditë shumë e ftoftë. Jemi mbledh krejt familja. Në atë kohë, pa të ndalë qëto televizionat, kemi pas një televizion tepër të madh. U mbledhëm krejt familja aty, edhe pritshim me padurim. U bloku krejt qyteti. Nuk e di pse i bloku në rrugët e qytetit. Gëzimi i madh që thash unë më herët si luftëtare kur jam regjistru, kur e kum vesh uniformën, tash ishte ky gëzimi tjetër që e arritëm pavarësinë, se nuk e kemi ditë se kena me prit pavarësinë, na kemi ditë që një ditë ka mu shliru, po a do t'jemi na pjesë e kësaj feste nuk e kemi ditë. E kjo ka qenë gëzimi që e kemi përjetu. More kemi pije, kemi angër, kemi këcy, kemi... Nuk di, nuk me përshkru çfarë gëzimi ka pas atë ditë kur është bërë pavarësia e Kosovës, bile në fshatin tem, në Shkodër, se unë e thash që kanë qenë rrugët e bllokune, ka pas edhe tupana. Të e festu me tupana, krejt fshatin më thirrke babi, hajde thike se kemi tupana. Thesha babi qyteti e i bllokun, se e pa të mbloku nuk e di ndoshta për shkaqe siguri, ose kanë mendu se mos po bëhet të festu, mos po bëhet ndonjë trazir. Kështu që është ka një festë shumë e madhe, për krejt Kosovën, sigurisht jo ishtë për Prizrenin. Gjykata speciale është ngrit mbi një gënjeshtër, është ngrit mbi rastin e shtëpisë Verdh. Edhe në momentin kur shtëpia e Verdh është zbulu që është gënjeshtër, kjo gjykatë është dashur më shpërba.
Shumë prej shokëve e kanë votu. Unë e tham mirë është që e kanë votu për një arsye. Se ushtrisë lirimtare të Kosovës, ju vendosni një lezez për cilën njerëzit fillun mu luhat çka po ndodh. Shumë mirë që është votu kjo gjykat, për arsye se një herë për gjithmonë këta njerëz, këta luftëtar, këta çlirimtar kanë me dëshmu se aty s'ka pas asnjë mundësi për transplant organesh. Është e pa imagjinueshme, unë e thash, na s'kemi pas fasha bre, fashat mjaftueshme s'kemi pas. Na jemi 26 vjet mas luftës, kemi spitalet e ndërtune, moderne spitale dhe ende nuk bëjmë transplante. Si ka mujt mu bë transplantet në front? Ata kanë më kthy shumë shpejt, edhe për gjithmonë qysh ka qenë ushtria çlirimtare me shkronja të arta ka me mbete artë për secilin qytetar. Edhe unë besoj që shumë shpejt ata do të lirohen, se nuk kanë arsye me nejt. Kjo është një gjykat politike që është me orientim ka Serbia, por nuk ka asnjë. Na i patëm dëshmitar të nag. E pasi çfarë dëshmitar? Çfarë dëshmitar? Çesharak ka pas nag. Na i patëm edhe mbrojtjen dëshmitar. Tash veç peshaje. Çfarë kundër dëshmitar? Edhe çfarë mbrojtje kemi pas? Edhe shumë e thjeshtë është kjo me kuptu që nuk ka diçka që mundemi mu bazu. Po unë e di që ata janë shqiptar, ama para se me qenë shqiptar, ata janë tradhtar. Ata janë tradhtar. Se ti po dalish, shqiptar pithuj vetes, jo ma kam shu plak, jo ma kanë marrë lopën. Nuk është dëshmitari, nuk shkon dëshmitari me qëta dëshmi. Ata para se më konë shqiptar, janë tradhtar. Nuk kam shka me thonë për ata më shumë. Këtë qeverisjen e Albin Kurtit e pa me faktet gjalla. Kur Mimoza Kusari dul edhe foli për atë qiqin. Po e shohim edhe reagimin e fundit të militantëve të VV-s se i përqeshën lotë e nënës rrugë. Ata mujnë më kanë njerëz, po nuk kanë shpirt. Gjatë kësaj qeverisje, për pos që nuk kemi pasë mbështetje, ata na kanë godit aty ku na dhem mas shumëti. Ata kanë arrit që me bind popullin që mos me përmenu që kanë. Kanë arrit qatë shumë me na ullë si vlerë, sa dhe vetë Serbia nuk ish mujt me ba një gjatë tillë. E ata e bëjnë për shkak se i frigohen fuqisë tonë, edhe dojnë me na minimizu. Po ata du të me ditë një herë për gjithmonë, se sa të ketë një jetë njerëzimi, UÇK-ja ka me egzistu. Edhe çfarë do forme që ata mundohen me na sulmu, vetë që na rrisin. Se kur nuk kanë me mujt, me na i hub vlerat tona. E këto e bajnë se nuk i kanë përjetu gjanat. E ma qesharake, gjanat nuk i kanë përjetu gjanat që i kemi përjetu na. E ma qesharake është kur ata kanë arë në pushtet me gënjeshtra. Albin Kurti erë në pushtet të i thonë me gjipa të zi, qka po na vynë këta gjipa. Sot sa gjipa i ka vetë Albin Kurti. Sa truproje i ka vetë Albin Kurti. Ata erdhën në pushtet me vdekjen e Astrid Dearit. Çka banën për Astrid Dearin? Çka banën? E patën komplet fuqin me zgjedh rastin e Astrid Dearit. E sot, militantë e ti dalin edhe thënë për Ramush Haradinaj
që po përfiton vota në lotë e nënës rrugë. Veç mos më kon njeri, bre. Veç mos më kon njeri, mundesh me thonë që ato. Dalin, edhe i thënë jeni me listën serbe. Për votime. Sali Ashari, Ramush Haradinaj, e shumë time Kadrijaj, e shumë tjerë. Dhe me thonë, ata janë në gjendje me bo gjithë shka, vetëm me qenë pushtet. Po shpresoj se nuk e kanë gjatë. Jam e sigurt se nuk e kanë gjatë. Ata kanë njerëz që janë konë luftë. Është e vërtet që kanë njerëz që janë konë luftë. Po Albin Kurti ja u ka marrë autonomin. Po i derigjan ata. Se një njeri që me vërtet është konë luftë, pavarësisht çfarë do pozite që i jepet në jetë, ai krenar do të më konë për këtë pjesën e luftës. Sepse na jemi ata, ushtria çlirimtare e Kosovës është ajo që ja ka mundësu sot se cilit politikan me qenë vendin ku është. Unë mos kofsha në lëkurën e atyne që janë me Albin Kurtin e që thirrën në emër të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Si mundesh me qenë ti veteran i luftës kur ai të ofendon e të shanë çdo ditë? Unë fatkeqësisht, nuk kam qenë pjesë e parlamentit. Edhe më vjen keq që ka pas brenda parlamentit komandante ushtare, edhe nuk kanë reagu e kanë toleru që mu përdor që ajo gjuhë brenda kuvendit. Për besë, nëse do të më jepet mundësia me qenë pjesë e parlamentit, kur gjon nuk ka ba Albin Kurti, qa kisha me ba une me më prek në vlerët luftës. Albin Kurti e ka kallë kuvendin veç për me hypë në pushtet. E une e kalli kuvendin nëse dikush ma prej ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E për që ta une mendoj që duhet me pas një ullë aty. Se aty duhet me dhez dikush fitilin. Une e kuptoj që Ramushi e Daute e ata janë mundu me majta qetësinë. Po vallaj, unë sot s'jam ushtare aty, në sot i thej rregullat. Sot une e kisha kallë, ata më kishin njek për mrapa. Nuk lejoj me më shkel kërkush në vlerën teme. Nuk lejoj kërkush se durët e mia alaju vjen i raxhak pavarësisht që janë të pastërta. Edhe nuk lejoj, sot jam gjallë une. Nuk e kisha leju një gjatë tillë. Albinit ju kanë ndërtu përmendore. Albinit ju kanë thure dhe kangë. Unë një ditë dashta me shkrujt një koment. Ai është nashta djalë pushk me qitë, për nuk e di me marrë në shenjë, se s'ka pas kur pushk Albinin dorë. E kështu që ai le të thirrët. Albin Kurti është një filozof që pe manipulon popullin. Unë i bëj thirrje popullit. Dëgjone, po në fund analizone se çka po thot. Ai bash kur gjo hiç nuk thot, për pos që e manipulon popullin. Kur gjo tjetër nuk thot. Sa është një filozof që mirë, sa e ka studiu popullin edhe manipulon me ta. Rinia, ndoshta edhe nuk kanë faj, se kanë kalu 26 vjetë. Dikush nuk e din, se to ka lindë mas luftës, sot i ka 26 vjetë, ai e din që është një ushtrisë çlirimtare e Kosovës. Unë këtu i zon fajtor prindrit. Prindrit janë ata që është dashtë me mbjell këtë dashuri për UÇK-n. Sa ta është dashtë mi tregu, ata ndoshta i kanë tregu se kemi pas luftë. Po nuk ja kanë tregu sakrificën e luftës. Nuk ja kanë tregu se çka ka bën ushtria çlirimtare e Kosovës. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka qenë e vetmja shpresë për popullatën shqiptare. Edhe asnjë prind nuk duhet me leju që fëmia i tij mos me pas dashuri për këtë ushtri çlirimtare të Kosovës, se veç fakti ushtria çlirimtare të Kosovës të lën me nënkuptu se çfarë ushtrie ka qenë. Unë i kisha thonë rinis se tash ata janë të lirë.
Kanë institucionet, kanë shkollat, nësë kemi pas mundësia së më shkollu. Ata duhet me bo çka është ma e mira për vendin. Jo më varë prej politikave, cilat sot janë të në ndëmtu shumë. E aq ma shumë kjo e Albin Kurtit. Ka që kisha dashur një tha.